Në ditën e tretë të grevës së uris, disa prej punonjësve të kompanisë Bankers Petroleum kanë shfaqur përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Sipas kreut të sindikatës Dritan Shahu, disa prej grevistëve gjatë mëngjesit kanë shfaqur tension të lartë, lodhje, dhimbje koke dhe marrëmendje. Sot kemi 72 orë që kemi hyrë në grevurie, disa nga çunat kanë shfaqur pak tension të lartë, dhimbje koke, ndonjë marrje mendjesh dhe lodhje normalisht, por që jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona, siç e patë edhe jashtë, të gjithë punonjësit janë këtu, ka përzulluar punën, jemi të gjithë bashkë deri në arritjen e asaj që kërkojmë diçka legjitime që na takon dhe është mëse domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që si të të ardhur për kompaninë. Grevistët Dritan Rapushi, Eduard Selami dhe Bledar Dano kanë pohuar se pas 72 orësh janë përkeqësuar, por ndjen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Po normale se tani njerëz me frymë jemi dhe ne do përkeqësohet gjëja se vajtëm 72 orë pa ngrënë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Normale që të përkeqësohen gjërat. Shqetësimet kanë qenë gjatë natës mbrëm. Kemi pasur 3 nga djemtë, kemi pasur me luhatje tensioni. Gjëra që ne kemi zgjidhur këtu. Sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Dhe përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Ndërkohë punonjësit e Bankers vijuan dhe këtë të premte pezullimin e punës, ende nuk asnjë reagim nga kompania, ndërsa puset janë pa mbikëqyrjen e punonjësve. Të vetmi që kanë kontaktuar deri në këtë moment grevistët janë përfaqësuesit e Inspektoratit të Punës dhe policia.